Nuk e di çka ka ndodhur, Enea. Di këtë, të gjithë duan të mirë paguhen. Dakord. Në çdo lloj gjëje që bën për të ndërtuar një shfaqje, në çdo lloj pozicioni, mirë është të mirë paguhet. Po, që të kënaqesh me punën. Patjetër. Ti mirë paguhesh, por duhet të japësh edhe llogari për ato mirë pagesa, duke parë produktin që Logjikisht po. nxjerr. Ka ca probleme të tmerrshme në këtë komunitetin ton. Kam përshtypjen se ne bëjmë autogol, ne ja futim vetes. Në qoftë se do krijohej, nuk e di a ekziston, flas nga pozitat e ignorantit, realisht se nuk e di, po e mira do ishte që të paktën aktorët të krijonin një organizat, një sindikat, ku të vendosin një, e thënë me shqip, një tabel çmimesh. Ashtu siç funksionon qoftë edhe në Hollywood. Nuk po them për masat e Hollywoodit, por nuk mundet që të më vi mua një propozim me 1000 lek dhe të them jo, normalisht se për mua kushton pak 1000 lek dhe ta pranoj dikush tjetër sillese e bëjmë për 1000 lek. Këto janë problemet pagesave në përgjithësi. Kushtet e tjera pastaj janë skandal se ne nuk kemi një tabel çmimesh apo nuk dim ku drejtohemi për një tabel çmimesh për një sallë. Dhe salla nuk ka asgjë të turpshme, sallat jepen me qira.